Vijojnë kontrollet intensive të policisë për parandalimin dhe goditjen e armëmbajtjes pa leje, ndërsa në Kavaj është finalizuar me sukses operacioni policor i koduar FAST. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavaj, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, bazuar në informacione të siguruara në rrugë operative, kanë organizuar dhe zhvilluar aksionin për kapjen e personave që lëvizin të armatosur pa leje. Si rezultat i operacionit, në lagjen numër 2, u bë i mundur lokalizimi dhe kapja e shtetasit FR, 32 vjeç, i cili lëvizte në këmbë. Gjatë kontrollit fizik, atij u gjet një armë zjarri pistolet me municion luftarak, që e posedonte në kundërshtim me ligjin. Në përfundim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë 32 vjeçarit, ndërsa arma e zjarrit dhe municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme lidhur me veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit.